Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lumataçi ka në syt kafe, ja se çfarë sekreti fsheh ngjyra e syve për karakterin tuaj. Mund të keni dëgjuar shpesh të thuhet se syt janë në pasqyrë e shpirtit të një njeriu, por sa e vërtet mund të jetë kjo? Ndoshta edhe juve ndonjëherë ju ka shtyr kurreshtja që të shikoni përtej ngjyrës së syve të dikujt, prandaj në këtë video ju mund të kuptoni disa karakteristika të karakterit të personit bazuar në ngjyrën e syve sipas Feng Shui. Ngjyra blu është ngjyra e syve e dytë në më të rradhat, për sa i përket përhapjes së saj në botë, dhe thuhet se persona të tillë kanë një fuqi speciale për të joshur të tjerët. Ndoshta është për shkak të zgjuarsisë së tyre që nuk mungon, si dhe për shkak të paqes dhe valve të detit që duket sikur të shpalosen përpara syve kur shikon një person me sy bojqelli, por ajo që ka rëndësi është që kur mos guxo të konkretosh për të fituar zemrën e dikujt, sidomos një personi me sy bojqelli, dhe ke për ta humbur nëse bën gabimin e parë. Ngjyra jeshile, diçka që dihet për personat me sy të tillë është se janë special. Është ngjyra më e rrallë e syve më e përhapura në botë. Personat të tillë janë shumë enigmatik. Mund të kalosh shumë kohë me të dhe sërish mos të arrish të nxjerrësh ndonjë informacion për atë vetë dhe duhet që të tregoni me përpikmëri një kujdes të madh. E rëndësishme është që nëse pranë vetes mban persona me sy të ngjyrës jeshile, dije se ata do të ndryshojnë në botë kuptimin tënd në debatet me ta, duke sikur të bëjnë magji me sytë e tyre. Ngjyra kafe e errët. Ngjyra kafe e syve është më e përhapura në botë. Mendohet se 55% e popullatës ka sy kafe, por kjo nuk do të thotë se duke pasur parasysh kafen nuk janë special. Përkundrazi, personat me sy kafe, duke menduar se janë shumë të zakonshëm në këtë aspekt, përpiqen të jenë sa më ndryshe në aspektet e tjera të karakterit të tyre. Mendohet se personat me sy kafe kanë aftësi shumë të mira të flirtimit dhe janë shumë persona me stil në veshje. Ngjyra kafe e hapur. Edhe kjo është një ngjyrë shumë e përhapur dhe ndonjëherë nuk arrihet të bëhet dallimi midis dy formave të ngjyrave kafe, por ajo që ka rëndësi është se personat të tillë kanë një shpirt shumë të mirë, por njëkohësisht mbahen si shumë bindës. Madje këshillohen që femrat me sy kafe të çelët kanë fuqinë që t'i bëjnë meshkujt të gjënjëzohen përpara tyre për shkak të vetbesimit të lartë që kanë. Ngjyra e zezë e syve. Personat të tillë do të duhet t'i kenë edhe një kushtim më të madh qëndrimit në familje ose në grupin e vet shoqëror. Janë persona me besim që ekzistojnë. Këshillohet që do të merrni prej tyre element të veçantë shoqëror. Janë të gjitha pjesët e eksperiencave jetësore që ato kanë. Gjithashtu ato kanë fuqinë që kur të mos jenë të mërzitur dhe gjithashtu të brengosur me ju dhe falin gjithashtu shumë lumturi. Ngjyra e syve është diçka që të gjithë e kemi që nga lindja. Sigurisht, ju mund të keni disa ndryshime duke përdorur lente për syt, por kjo që është e përkohshme, ndërkohë ka një arsye më të përhapur për ta ndryshuar ngjyrën e syve. Thënë kështu, ngjyra e syve natyral tregon shumë mbi personalitetin tuaj. Syt me ngjytër kaltër janë të shoqërueshëm dhe të përkujdesshëm. Nëse keni sy me ngjyrë të kaltër, ju jeni shumë miqësor. Ju i doni njerëzit më shumë dhe lehtë mund të bini edhe në miqësi të forta me to. Ju gjithashtu e dini saktësisht se kush jeni dhe çfarë bëni si dhe çfarë nuk ju pëlqen. Ndonjëherë ju vjen në jetë pak egoja e lartë, por kjo ndodh sepse ju jeni shumë rehat me lëkurën tuaj. Syt me ngjyrë të kafe janë të qetë dhe qesharak. Nëse keni sy me ngjyrë kafe, ju e keni mjaft të lehtë të mirëmbaheni. Asgjë në të vërtetë nuk ju shqetëson. Humori juaj është gjithashtu i nënvlerësuar, por kjo është për shkak se ju nuk e lejoni mjaftueshëm të dalë si rezultat i natyrës suaj të lehtë. Sa të lironi energjinë dhe anën qesharake të dalë jashtë, njerëzit do ju pëlqejnë edhe më shumë. Kështu që mos u zbrapsni prapa. Syt me ngjyrë të gjelbër janë të sigurt dhe të besueshëm.
Nëse keni sy të gjelbër, ju jeni i patrembur. Ju gjithashtu e dini saktësisht se çfarë doni dhe nuk e lejoni që t'ju dalë në pa kjo, që nënkupton se ju zakonisht merrni atë që dëshironi. Besimi juaj ndriçon gjithmonë edhe në një farë mënyre njerëzit ju kanë në lakmi aftësinë tuaj për të qenë aq të guximshëm. Sytë me ngjyrë kafe të hapur janë të mprehtë dhe të qetë. Nëse keni sy me ngjyrë lajthie, ju jeni shumë i vëmendshëm. Jeni vazhdimisht në analizë të situatave dhe nganjëherë njerëzit nuk e kuptojnë për shkak të natyrës suaj të rezervuar. Aftësia juaj për të lexuar mendjen e njerëzve është e mahnitshme dhe është një aftësi që njerëzit vërtet ju admirojnë për këtë. Thuaj se sytë janë një dritare e shpirtit tuaj, por ato mund të jenë gjithashtu dritarja për shëndetin tuaj. Dhe ndërsa ndryshimet aktuale të ngjyrës së syve janë të rralla, ato gjithashtu mund të tregojnë një çekullibër shëndetësor themelor. Sytë mund të duken se ndryshojnë ngjyrë për shkak të sëmundjeve të padiagnostifikuara, citon David Silverstone, profesori dermatologjist në shkollën e mjekësisë në Yale. Ngjyra e syve tuaj mund të ofrojë disa të dhëna se sa gjasa keni për të zhvilluar disa probleme ose forma të caktuara të problemeve të syrit më vonë. Gjithashtu është e rëndësishme që ngjyra e syve mund të tregojë edhe për personalitetin tuaj. Thonë se syt janë në pasqyrë e shpirtit dhe përveç kësaj janë një tipar dallues nga një njeri tek tjetri. Për shkak të ngjyrës së syve, njerëzit ndahen në grupe të cilat lidhen ngushtë me gjenetikën si dhe preferencat personale. Ajo çfarë përcakton ngjyrën e syve të njerëzit është irisi, pjesa e rrethore së qendrës së syrit, që zakonisht ka ngjyrë kafe, jeshile, blu ose të zezë. Por ngjyra e gjithsecilit është disi e ndryshme dhe unike. Nuancat dhe varietetet mes tre ngjyrave kryesore që përmendëm më herët janë të pafundme. Në të shkuarën, ngjyra e syve përcaktohet nga të dhënat familjare, pra ngjyra e nënës, babait, gjyshërve ose familjarëve të tjerë të një familje. Megjithatë, ngjyra më dominante e tyre ka qenë gjithmonë ajo kafe ose e zezë. Sytë nuk përcaktohen vetëm nga gjeni vetëm, por ato mund të përcaktohen gjithashtu edhe nga prejardhja juaj. E dini që hijet e irisit mund të tregojnë detaje rreth karakterit tuaj. Sipas një ekipi kërkimor që i përket Universitetit Örebro në Suedi, ka vërtet një lidhje gjenetike midis zhvillimit të lobit frontal të trurit dhe formimit të irisit. Sytë më të rrallë ato janë me nuance të gjelbër. Vlerësimet tregojnë se vetëm 2% e popullsisë botërore ka këtë nuancë, e cila ka sasi të ulët të melaninës dhe ka tendencën të jetë më e zakonshme tek femrat. Ndërsa ngjyra më e zakonshme është ngjyra kafe, e cila është pothuajse 55% e pranishme tek njerëzit. Sytë në këtë nuancë shfaqen shpesh në të gjithë botën dhe kanë sasi të lartë të melaninës. Këto substanca, duke filluar nga lejthia në gështenj, duke qenë se i përkasin njerëzve të pajisur me simpati, vetbesim dhe sinqeritet ndaj të tjerëve. Por dëgjoni me vëmendje për të zbuluar më shumë rreth personalitetit tuaj, duke u bazuar sipas ngjyrës së syve. Syt me nuancë kafe. Dritijet e kësaj ngjyre shkojnë nga lejthia e lehtë deri ajo intensive e kafes. Kjo nuancë të krijon durim, një material të ngrohtë dhe natyral. Ngrohtësia, një ndjenjë mirësjelljes dhe mirëqenies, duket se karakterizon njerëzit me këtë nuancë. Sipas ulëntimeve në përgjithësi, këta janë individë shumë të ëmbël, të hapur dhe inteligjent. Sytë e kaltër. Duket se të kesh sy të blu është sinonimi besimit në botë, nga tonet të ndryshme të akullit dhe hijet e thella të syve të kaltër. Bluja është magjepse, sepse ajo godet drejt në zemër. Kush ka sy blu është shpesh një person i turpshëm dhe i matur, beson në vlerat e mirëqenies dhe nganjëherë ai tenton të bjerë në dashuri dhe të rrotullohet edhe në iluzione. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë, të mos zëvendësojnë ose të ndryshojnë besimet tuaja. Nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.